Mirë, shumë faleminderit për këtë mundësi edhe për durimin që nuk ju karakterizon dhe do doja të ndaja me ju disa informacione që janë të rëndësishme edhe për ata që na ndjekin për të krijuar një ide se ku qëndrojmë ne si qeveri, por edhe se çfarë ka sot në këtë vend nga vipamja e shërbimeve të punësimit. Dhe dua ta filloj me një fakt që nuk është i njohur. Shqipëria, sipas OECD-s, që është një burim shumë serioz të dhënash dhe vëzhgimesh mbi vendet, është vendi që zë vendin e parë në rajon për shërbimet e punësimit. Dhe kjo është diçka shumë pozitive sepse flet qartë që puna që kemi bërë në gjithë këto vite për të ndërtuar një skem shërbimesh punësimi na ka dhënë një rezultat inkurajues. Janë 7 programe që funksionojnë sot për nxitjen e punësimit, që mbulojnë të gjitha kategoritë dhe që shkojnë nga praktikat profesionale tek formimi në vendin e punës, nga vetë punësimi, siç e dëgjuat edhe këtu, tek reintegrimi social. Dhe një tjetër edhe dhënë që është mirë ta dini dhe ta dinë të rinjt që në krejt normal janë skeptik, janë mosbesues, janë edhe indiferent, madje ndaj këtyre skemave ose këtyre fjalëve, është që në vetëm 5 vitet e fundit 42.000 të rinj, 42.000 të reja dhe të rinj janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve. Është një numër jo i vogël. Dhe në këtë shifër 7.500 janë individ që kanë përfituar pikërisht nga programet dhe sot janë në punë. Tani, përmbi këtë strukturë që ne kemi ndërtuar vit pas viti, kemi edhe garancinë rinore, që është një model i suksesshëm europian, që po zbatohet edhe në Shqipëri dhe janë 2200 vajzë dhe djemë të parë që po përfitojnë nga garancia rinore. Objektivi i cilës, vetëm garancia rinore, është që 60.000 vajzë dhe djemë të mbështeten në gjithë vendin, në gjitha kategoritë, brenda viteve të këtij mandati qeverisës që ne sapo kemi nisur. Përpara se të vija këtu, pash me shumë kuriozitet një video të një zyrave të një banke të re digjitale të sapo miratuar në Shqipëri nga Banka e Shqipërisë. Edhe ishte vërtet mbreslënse që ato zyra në shumë pak ditë janë mbushur me vajzë dhe djemë të rinj. Dhe më treguan dhe numrin e aplikimeve dhe ishte mbreslënës. Dhe aktualisht, tani që flasim, banka kishte të intervistuar dhe në planin imediat të punësimit 100 vajza dhe djemë. Natyrisht që është një punë shumë të rejse,
është një bank e gjeneratës së re, inovative, dhe patjetër është një vend pune që paguhesh mirë. Dhe pavarësisht se ne kemi bërë shumë progres në aspektin e pagave dhe pavarësisht se duke filluar nga janari do ta çojmë pagën minimale në 500 euro dhe pavarësisht se plani ynë është që brenda mandatit paga minimale të shkojë në 700 euro, 750 euro, në sakt, jemi shumë vetëdijshëm që ajo që na duhet dhe ajo që është një ofertë bindëse është oferta e vendeve të punës të paguara shumë mirë. Pra punësim shumë më cilësor, i cili vjen natyrisht nga dia profesionale. Nga dia profesionale e shtrirë nga inxhinieria dhe informatika deri tek kuzhina. Se këtu që kemi gjithë në xhep si spiun që na rri me vete, mund të bëj mregullira, po ky nuk do arri kur të gatuaj. Do duhet ky. Dhe sa më shumë ky do të zhvillohet dhe do të vinë edhe robotët që do të shërbejnë edhe të bëjnë, aq më shumë do të rritet paga këtij. Aq më shumë do të kërkohet njeriu i ditur që gatuan, që shërben, edhe që bën ato punët që deri vonë janë parë me nga lart poshtë, po themi, punën e hidraulikut, punën e rrobaqepsit, etj. Të gjitha këto lidhen me dijen profesionale. Dhe më vjen shumë mirë që ne këtë vit kemi arritur nivelin më të lartë të regjistrimit në arsimin profesional. Jemi akoma larg nga ku duam të arrim. Kemi arritur në thuajse 20%, por nuk mjafton. Dhe për këtë arsye, ajo që tha drejtori, që dua ta përgëzoj për punën e mirë që ka bërë për këtë agjenci, e cila përmes portalit të saj puna.gov.al publikon çdo muaj 5500 vende pune mesatarisht. Kjo është për gjithë ata që thonë që s'ka punë. Ata që thonë s'ka punë e ata që nuk duan punë. Pikë. Sepse vetëm në portal janë 5500 vende pune mesatarisht çdo muaj të gjitha kategorive. Çdo gjë. Natyrisht që nuk është aq e lehtë sa të hapësh portalin, se e tha vajza më parë, që kur shkon dhe troket, ka vështirësi, ka pretendime, kërkesa, etj. Nuk po zbus asgjë nga këto, por po them që kush realisht do punë dhe kush realisht do të bëj sukses në këtë vend, mund të bëj sukses dhe nga njëherë mund të bëj një sukses për cilin jashtë i vendi do të duhen shumë më tepër vite, shumë më tepër sakrifica dhe shanset janë shumë më të vogla dhe këtu kam parasysh Europën e sot. Nuk është më Europa që ishte. Problematikat e punësimit të trinjve, problematikat e refuzimit të trinjve për bërë një numër gjithmonë më të madh punësh, janë problematika europiane sot.
Dhe ky vend pikërisht pse është në zhvillim e sipër dhe pikërisht pse nuk është aq i strukturuar sa që janë vendet më të zhvilluara, ka hapësira më shumë për ata të cilët kanë kurajo më shumë, kanë vullnet më shumë dhe janë të gatshëm të riskojnë më shumë. Për të mos u zgjatur edhe unë më shumë, duhet të shtoj që ne jemi fokusuar tek startupet, do të shtojmë edhe më shumë mbështetjen, janë më shumë se 200 startupet financuara drejt për drejt nga programet tona, por jemi mbrapa në këtë pjesë. Dhe jemi mbrapa edhe për një arsye tjetër, përveç shumë arsyeve që nuk janë të lidhura me këtë që do them. Jemi mbrapa edhe për mosbesimin. E shumë kujt që ti referohet këtyre programeve. Dhe prandaj unë dua ta përsëris atë që tha vajza, që mos beso, kjo punë është beso ose mos beso, por provo. Nuk kushton asgjë që ti të mos besosh, sepse po besove mund të duket vetja jo në rregull, ndërkohë që unë personalisht e kam ndryshe, nisem nga besimi, jo nga mosbesimi, dhe pastaj apliko. Dhe janë 70% e atyre që kanë përfituar nga këto programe nën moshën 29 vjeç dhe 37% e këtyre startupeve janë përbëhen në shumicë nga vajza ose drejtohen nga vajza, që është dyfishi mesatarës Bashkimit Evropian dhe që provon teorinë që Shqipërinë do shpëtojnë gratë. Mund të kam bindje këtë. Shqipërinë do ta shpëtojnë përfundimisht vetëm gratë. Me burrat e dini ju se si kam unë problemet. Ka dhe një tjetër program që është ai vetë punësimit që ka sjell të dhëna shumë interesante dhe ne duam që në vijim të rrisim numrin pikërisht të rinjve që duan vetë punësohen. Dhe nuk flasim këtu për startupe, flasim për gjitha llojet e gjërave. Të rinj që duan vetë punësohen dhe që duan të hapin një biznes të vogël, duam t'i vëmë në fokus të kësaj mbështetje. Që t'i japim, se gjithmonë në momentin e parë është një dorë që mund t'jetë dorë fati, mund t'jetë dora e prindit, mund t'jetë dora e një shoku, dhe këtyre duarve do t'i shtohet mundësia që t'jetë dora e shtetit. Buxheti i vitit që vjen është i konsiderueshëm dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60%. Shumën e dedikuar për të rinj. Dhe prandaj jemi këtu sot. Nuk jemi këtu sot për të bërë fushat elektorale, se fushata ka mbaruar, nuk jemi këtu sot as për të bërë vendosur juve këtu në sfond dhe për të dukur bukur ne, po jemi për të shfrytzuar çdo mundësi që të përcjellim tek gjithë bashkëpunëtorët tuaj dhe tek ju që jeni këtu patjetër, këtë mesazh që ti referohen programet punësimit, të aplikojnë në programet punësimit. Është 60% më shumë financimi i programet punësimit për të rinjt, vetëm për të rinjt, por kërkon edhe më shumë aplikant, që se do ishte skandal që për mungesë të aplikimeve të mjaftueshme ne mos i shpenzonim gjitha këto fonde, të cilat duam t'i trefishojmë në 3
vitet e kusur që vinë përpara. Këto ishin ato që unë kisha për të thënë. Ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen, shpresoj që diçka të ketë mbetur në mendje, shpresoj. Inshallah, eksakt. Me kismet është kjo punë, jem dakord bashkë. Dhe e përsëris, kjo botë është e guximtarëve dhe atyre që provojnë derisa ja dalin. Kjo botë nuk është e atyre që thonë nuk bëhet kjo punë mërjau, na bjeri tek e tjetër.